dhe nuk kom qa pas me bo familjen tem unë një keqa në esen, se kur unë jëm keq, ose kur unë e një nga keq, dhe familja em një jetë keq, një kosisht jashtë. Por që unë nuk kom kur gjë... Unë nuk kam kur gjë personale. Po e di, unë nuk kam kur gjë personale me ty ta thash, s'kam asnjë gjë personale me ty, kështu që për mua je një njeri si krejt tjerë, dhe as nuk s'kam pse ti njëraj ose as nuk kam pse për mua je normal, po. Gjithë kemi ardhur për një qëllim. Një fëmijë, s'njih fëmijë, mund të qofë edhe në një tjetër nga banorët për shumë nga jashtë. Kupton? S'ka lidhje. Thjesht dhe shpa nga këtej që vazhdojnë pyesin njerëzit edhe mali kur hyni, pse zgjodhi brikena, thashë njoh nga jashtë, po si e njeh, e kupton ti? Edhe nuk du të bëhet kjo, se thash, unë se di as çfarë shfol anej, nuk e di as çfarë shfol, si thush, Big Brother, në Prime, kur kemi hyrë të dy, nuk e di as çfarë mund të flitet në Prime nëse del. E kupton? Përderisa unë e tham të vërtetën, nuk më intereson çfarë flitet, çfarë nuk flitet. Tash kush dën me përdor këtë situatë, s'ka çfarë përdor se shumica e njerëzve këtu më njihen mes vetë. S'ka çfarë përdor se maksimum me çfarë dalë, bisedë. Po, fix. Bisedë. Kështu që nuk... Që do dali ke biseda, s'ka që dali në i gjohë, që... Nuk del, s'ka që dali. Ka që dhe të sjarojnë, ka që dhe të flisë. Dhe me thonë... S'ka asi gjë. S'ka asi gjë, qa mërët me dalë kur na jemi pa vetëm i herë dhe kemi shkëmbyt sa mesazh, qa mërët me dalë për kësaj pjesë, s'ka që dali. Kështu që... Ka që dhe të sjarojnë, për ne doja me të marrë veç, se janë ca gjëna që nuk flitën mes gjithëve, dhe janë ca gjëna që njerëzit mundet me i përdor ose me të provoku. Unë jam shumë e fortë me i përballu tana, kështu që nuk më intereson mu qa thojnë... Dakor, po nuk ka pse të bëhet situata e madhe, kot. Pe di, a më qa thojnë, dhe me thonë për këtë situatë, s'ka natë qa me thonë, se përderisa ime një lojt i du shumë mirë me... Ime lojt, pra, kjo është ideja, mund të provokojnë, pyesin ty, pyesin mu, gjëja primare është me osjaru në të dy bashkë. Se deri tani nuk kemi pas asnjë lloj bisede bashkë, kemi pas vetëm biseda në grup, e kupton? Kur sqarohemi me njëri tjetrin është shumë herë më mirë se e dim